Katërmbëdhjetë mite për shtete të ndryshme që janë larg të vërtetës. Gjithçka është e verdhë në Meksik. Kjo është diçka që e hasim her pas here kur shikojmë filma të xhiruara në Meksik. Regjisorët duan të përdorin korrigjimin e ngjyrave me një nuancë të verdhë për të dramatizuar peizazhin dhe për ta bërë atë të duket i nxehtë dhe i thatë. Sidoqoftë në realitet Meksika është shumë e larmishme. Në disa pjesë në të vërtetë shkretëtir, por ka pyje të qelbërta, liqene blu, qytete moderne dhe plazhe me rërë të bardhë. 2. Kanadezët janë tepër të sjellshëm dhe të mërzitshëm. Për të qenë të drejtë, duket se ka një të vërtetë për mirësjelljen e famshme kanadeze, ose të paktën ata priren të jenë optimist në fjalimin e tyre. Sa i përket të qenit të mërzitshëm, kjo ka të ngjarë të shkaktohet nga fakti se dimrat kanadeze janë të gjatë dhe të ashpër, kështu që njerëzit nuk kalojnë aq shumë kohë jashtë sa në disa vende të tjera. Dhe ndërsa në të vërtetë se është shumë ftohtë gjatë dimrit në Kanada, vera është e ngrohtë dhe e lagësht, por më tepër kanadezëve u pëlqejnë sportet dimërore, veçanërisht hokej. Dhe ekipi i tyre kombëtar njihet si një nga më të mirët ndërkombëtarisht. 3. Në Britani njerëzit janë të çmendur për futbollin. Futbolli është një sport i popularizuar në botë dhe luhet nga më shumë se 250 milion njerëz në mbar botën. Thënë kjo, disa vende njihen për dashurinë e tyre ndaj këtij sporti, më shumë se të tjerët, dhe Mbretëria e Bashkuar është sigurisht ndër më fanatikët. Dhe pse sipas statistikave Britania e Madhe është larg nga rendi udhëheqës, vendi zuri vendin e 17 me më shumë se gjysmën e popullsisë të interesuar për futbollin. 4. Spanjollët janë dembel. Ky stereotipi pa drejtë ndoshta është i rrënjosur në traditën spanjolle të marrjes së një siesta. Ky gjumë i shkurtër i marrë në mes të ditës është gjithashtu i zakonshëm në lindjen e mesme, Kind dhe rajone të tjera, ku temperatura në këtë kohë të ditës është e lartë. Kjo nuk do thotë që spanjollët punojnë më pak. Orët e tyre mesatare të punës janë më të gjata se në vende si Gjermania, Britania e Madhe e të tjerë. 5. Afrika është e gjitha savanë dhe shkretë të tjerë. Kur mendojmë për Afrikën, shumica prej nesh menjëherë imagjinojnë një savanë me zebra, luan dhe xhirafa, e cila është një pamje mrekullueshme dhe unike. Sidoqoftë, ky kontinent i madh është shumë më tepër. Nga ujvara Victoria që të frymëzon tek pyjet e dëndura tropikale, nga Nili lumi më i gjatë në botë deri në Sahara, shkretë të tjera më e madhe e nxehtë në planet. Afrika ka çdo gjë. 6. Amerikanët flasin vetëm anglisht. Shtetet e Bashkuara është një vend i madh me një popullsi heterogjene. Në vitin 2018, më shumë se 67 milion amerikan, kjo përbën gati 22% të popullsisë së botës, flisin një gjuhë tjetër përveç anglishtes në shtëpi. Ndërkohë, numri i studentëve që marrin një gjuhë të dytë në shkollë ose kolegj po zvogëlohet, gjë që mund të çojë në një përkeqësim të situatës në të ardhmen. 7. Gjermanët janë të largët dhe të ftohtë. Ju mund ta keni dëgjuar këtë stereotip të përhapur që lidhet me shumë njerëz që jetojnë në klimë të ftohtë dhe të butë, përfshirë Gjermaninë dhe gjersinë e saj veriore. Kjo mund të ketë një shpjegim. Një studim zbuloi se njerëzit që jetojnë në klimë më të ngrohtë kanë më shumë gjasa të jenë të shoqërueshëm. Por kjo nuk do thotë që gjermanët janë të ftohtë ose jo argëtues. Mjaft të shikoni numrin e festivaleve dhe festimeve në këtë vend. 8. Shumica e të rinjve detyrohen të martohen nga familjet e tyre në Indi. Tradita e lashtë e martesës me shkuesi është ende e gjallë dhe e mirë. Rreth 75% të indianëve preferuan të martoheshin me shkuesi në 2013. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se të rinjt detyrohen ta bëjnë këtë ose nuk kanë të drejtë të zgjedhin partnerin e tyre.
Një studim zbuloi se rastet kur prindrit merrnin vendimin vetëm u bën të rralla. Vendimet e nuses dhe të dhëndrit gjithashtu merren parasysh. I njëjti studim gjithashtu vërtetoi se të rinjtë nuk e kanë problem traditën. Ata mendojnë se prindrit e tyre kanë më shumë mençuri dhe janë në gjendje të ndihmojnë me një zgjedhje kaq të rëndësishme. 9. Afrika është një vend jo i sigurt për të vizituar. Portreti i Afrikës i reflektuar nga media dhe shpesh negativ, por në kontinentin e dytë më të madh të planetit tonë ka 54 vende të ndryshme, disa prej të cilave në të vërtetë nuk këshillohen të vizitohen, por të tjerët janë kryesisht të përshtatshëm për të shkuar. Për shembull, Mauritius është vendi 28 në indeksin global të paqes, mbi vende si Spanja, Italia, Britania e Madhe dhe shumë të tjerë. 10. Njerëzit në Japoni janë të turpshëm dhe të qetë. Për të huajt, kultura japoneze shpesh duket e çuditshme dhe e vështirë për të kuptuar, por prapse stereotipet janë të vendosura mirë. Realiteti njerëzit e këtij vendi janë si kudo të ndryshëm. Arsyeja pse japonezët mund të mos jenë shumë të etur për të folur me të huajt, mund të jetë fakti se jo shumë njerëz janë të mirë në të folur anglisht. Vendi është i 55 në renditjen globale të aftësive angleze. 11. Në Australi ju jeni të rrethuar nga kafshë të rrezikshme gjatë gjithë kohës. Toka e kangurëve ka një reputacion të keq, por jo për shkak të marsjupalit të adhurueshëm. Australia është shtëpia e shumë gjarprinjve helmues, kandilëve të detit, merimangave e të tjerë. Në këtë, specialistët theksojnë se numri i rasteve të sulmeve nga këto kafshë ka rëndësi, dhe vendi është shumë prapa rajoneve si Afrika, Azia dhe Amerika Latine. Në fakt, kuaj duket se janë më shumë një faktor rreziku se sa gjarpërinjt. 12. Në Rusi është ftohtë gjatë gjithë vitit. Duket sikur sa herë që ky vend shfaqet në filma ose në TV, ju shihni sheshin e kuqe në Moskë duke u zhytur në ndëbor, pa marrë parasysh sezonin. Ky stereotip është aq i vjetër sa ne jemi mësuar me të, dhe as nuk e konsiderojmë që vendi më i madh nga sipërfaqja ka zona klimatike shumë të ndryshme, nga stepat në jug deri në tundrën në veriun polar. 13. Të gjitha familjet e Amerikës Latine kanë shumë fëmijë. Ky mit mund të ketë qenë i drejtë disa dekada më parë. Për shembull, në vitin 1960 kishte pothuajse mesatarisht 6 lindje për grua në Amerikën Latine dhe Karaibe. Sidoqoftë, situata ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe tani numri mesatar i lindjeve është 2. 14. Në Azi të gjitha ushqimet janë pikante. Kuzhina është një pjesë e natyrshme e çdo kulture dhe shumë emocionuese për të zbuluar. Azia, duke qenë rajoni me popullsi më të dëndur, ka një larmishmëri stilesh dhe traditash unike gatimi. Prandaj kufizimi i përshkrimit të tij në pikante është thjesht i padrejtë. Vetëm në kuzhinën kineze ka 10 shkolla të njohura me pjata të panumërta, vetëm njëra prej të cilave, kuzhina Sichuan, është e famshme si pikante.